Po e njim shpesh për trive, për njerëzve, së të mos të në Evropë, e njim shpesh pse Allahu Azza wa Jalla e ka kriju të keqen përgjësi. Pyetja tjetër, pse Allahu Azza wa Jalla e ka kriju shejtanin. Para musliman, na si pyetje kështu nuk guxojna me qitë kësi pyetje na musliman. Na musliman thojna ku është urtësia që e ka kriju Allahu Azza wa Jalla shejtanin, edhe ku është urtësia që Allahu Azza wa Jalla ka kriju të keqen. E dyta, në përgjithësi e keqja nuk ka të bëjë me Allahun Azza wa Jall. Ka të bëjë me krijesat që i ka kriju Allahu Azza wa Jall. Krijesat kanë herë mundet me dalë prej tyre në sherr, ama në përgjithësi e keqja nuk guxon me jon vesh Allahu subhanahu wa taala. Deri dhe gjend kur kanë thonë formë interesant, janë shpreh kanë dashur me thonë, na nuk e dim çka ka dashur Allahu Azza wa Jall me këta njerëz në tokë, me këto krijesa. A ka dashur hajër apo ka dashur sherr? Ama nuk janë shpreh kështu. A di çka ka thonë? Ka thonë, e na nuk e dim e sharrun uride biman fil ard. Nuk e dim a është dashur sherri me këta që janë në tokë, am arada bihim rabbuhum, apo ka dashur rabbuhum Allahu Azza wa Jall për ta hajër. Domethënë, hajrin ka thonë ka dashur Allahu hajër, ama kur kanë dashur me thonë sherr, ka thonë nuk e dim a është dashur sherr, a është dashur hajër për ta. Nuk e dim, nuk ka thonë Allahu e gjend. Por ata na musliman duhet me kanë shumë të kujdesshëm çish po shprehemi. Ibrahim alayhis salam ka thënë Allah është ai që më jep me hangër, më jep me pi. Allahu më ka udhëzuar krejt. Kur ka dashur me thonë që kur smuna ka thonë e kur të smuna Allahu më shëron. Nuk ka thonë kur të më smuna Allahu më shëron. Ka thonë kur të smuna, unë vetë në të kuptimin. Allahu më shëron. Do të më pas e para, do të më pas kujdes se çish po thojna kur bëjnë pyetje. E para. E dyta, do të me ditë o musliman që kjo botë është botë e sprovës, e nuk sprovohen njerëzit vetëm se duke ekzistu e mira edhe e keqja. Kjo është e qartë për musliman. Tash po mundohemi me u përgjigj këtyre dy pyetjeve. Pse Allahu Azza wa Jalla ka kriju të keqen edhe pse Allahu Azza wa Jalla ka kriju shejtanin? E para musliman, shejtani nuk është kriju kështu si shejtan. Është kriju kanë prej gjinëve. Bile interesant është që kur ka thënë Allahu Azza wa Jalla melaike me bosejde, thot Allahu Azza wa Jall, krejt melaike kanë bërë sejdë veç iblis. A këtë me kanë që u kanë që aty. Për ta, por ata ka prej djetarëve që thonë u kanë prej melaike. A e qka është më sakt, është se shejtani është prej e gjin. Interesant është me kuptu, a di që ka thonë shejtani? Ka thonë nuk i bin sejdë e tina. Se më ke kriju muë prej shkafit, prej zjarrit, e këta ke kriju prej dhejot. Do më thonë, me shprehjet e tina e kupton që kë nuk është kriju i keq, kë bile po pretendon që është më i mirë se sa insani. Kë nuk është behanja e keqja të krijimi, e keqja e tina është e menjëmasia e tina, të kundërshtimi i tina, ka kundërshtu urdhrin e Allahut Azza wa Jall. Tash të kuptova që nuk është që Allahu ka kriju kështu. Si shembull, njëri e ka kriju Allahu Azza wa Jall i mirë, i hijshëm, i shnosh, i ka dhënë pasuri, ai çohet gjuhet në për harame, bëhet e ban veten me do tatuja, me do vath, me do bëhet për faqe zez. A thua tash që Allahu Azza wa Jalla ka kriju këta kështu? Jo, ky vetë ka zgjedhur atë rrugë. Do të thonë Allahu Azza wa Jalla i ka lënë dyert e qelta për hajër edhe për sherr, e shejtani edhe njerëzit kanë duke pasur shejtanin e zgjedhën rrugën e keqe. Kjo sa i përket shejtanit, sa i përket keqes në përgjithësi o musliman, për shembull dhimbta. Dhimt, a janë mira të keqe? Keni më thonë këtë keqe. Tash unë po ta marr një shembull, shkon te mjek i thu pse ke ardhur, thot po më dham çto. Po më dham çto. Dhe në thët mjek i mos me pa ardhë me qëti në operaciona 2 sahat, po mirë që i ka ardhë. Prej qkafit ka shku prej dhimtas. Dhimta ka qu, do më thënë, dhimta që për menën tonë është shërë, dhimta ka qu në hajrë. Ose një tjetër shambull, a ju kujtohet si fëmijë që kena lujt me zjarmin? Kena lujt me zjarin, kena lujt e kena prejk. Mos me pa kanë dhimta nësot se kishme gishtat heq, ose kishme një 3, e një 3 palkur heq, veç ashtrat, po dhimta na ka rujt. Do më thënë, jo gjithçka që ka sheti të keqe është e keqe. Zjarri, a e kujtohet kur e kena mësu që shumë ka njerëzit shumë krenar kur e kanë zbulu zjarrin. Të manë zjarri, ju ka dohë që tash, ku me di që ka banëm na se kena zbulu zjarrin. Të manë që ka zjarri i mirë, po më shku nga atë djeg, me prejk djeg. Të manë, jo gjithçka që ka është e keqe për menën tane, është e keqe në përgjithësi ka herë, e ka shërë në ta. Po besoj që tash është e qartë me lejen e Allahut Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall na bëf për atyre që pasojmë traditën e Rasulit alayhi salam.